një plan tjetër, sepse zonja Koja thanë që ka një mungesë të qeverisës së përgjegjshme. Tani e kërkojmë të gjithë një qeveri të përgjegjshme. Si do të vi kjo qeveria e përgjegjshme në një bashkim nesër me partitë opozitare, pra kanë vend brenda protestës nëse ato plotësojnë kushtet tuaja? Ne kemi thënë që sheshi është Bëra dy pyetje në një, po për efekt kohës. Ne kemi thënë që sheshi është i qytetarëve pavarësisht bindjeve politike, ka rëndësinë çfarë janë të majtë, të djathtë, pa shtresa, grije të tjera. Pra, kemi një mus të përbashkët, keq qeverisja. Largimi i Zotit Rama nga rrëzimit i nga pushteti. Kështu që janë të ftuar të gjithë qytetarët pavarësisht bindjeve të tyre politike. Qytetarët apo eksponentët politikë? Partitë opozitare kanë vend në këtë protestë? Në të gjithë, aty janë patjetër. Edhe nëse do t'i nënshtrohen kushteve të protestës dhe qytetarëve? Shiko, çdo gjë do kaloj përmes kornizës kushtetuese. Domethënë edhe ne kërkojmë qeveri teknike, po patjetër që nuk do anashkalohet. Qeveria teknike bëhet me majorancën, kam përshtypjen. Kërkon një shumicë. Patjetër që do kaloj përmes parlamentit, por ne do kemi zërin ton aty, sepse jemi kaq muaj në protestë dhe ne do të çojmë zërin tonë në këtë parlament. Ju jeni të përgatitur për një situatë ndoshta edhe të papritur në raport me majorancën tek qeveria teknike? Nuk i mungojnë protestës djenë dhe vajzë më të mira të këtij vendi, ekspertë që mund ta çojnë Shqipërinë, mund ta ndryshojnë faqen e Shqipërisë në 6 muaj. Kush do të mund të ndryshonte faqen e Shqipërisë, zotit Ebelena, në optikën tuaj? Njerëzit adhetarë të këtij vendi, që udhimse të këtij vendi, që udhimse të Shqipëria dhe ka plot patriot në këtë shesh. Janë në protestë këta njerëz? Patjetër që janë në protestë. Qoftë fizikisht ose ndoshta mund të jenë edhe për së largu, ose jo domosdoshmërisht do të Vetëm jenë mendoj shesh. një fakt, në këtë protestë janë bërë rreth 220 protesta në diasporë, në kryeqytetet europiane apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Thonë se çfarë force të madhe ka dhe është realizuar një kohezion i madh kombëtar midis shqiptarëve, të pak që kanë mbetur në Shqipëri dhe atyre shqiptarëve që mezi presin të kthehen për të dhënë një kontribut në vendin e tyre. Kjo është një hapje e madhe e jashtëzakonshme dhe rikthimi atë dashurisë na kishte munguar për fat keq. Që nuk do mungojnë njerëzit e mirë për ta ndryshuar Shqipërinë. Formula e qeverisë teknike është e diskutueshme, por nuk kemi në këtë fazë. Po. Për ta përfunduar të lutem, po. Është gjë më e thjeshtë kur diskutohet për Shqipërinë e re që themi ne apo për Shqipërinë ndryshe. Apo normale. Apo normale, është kthimi në normalitet. Domethënë ne duhet i kthejmë sa gjëra në normalitet, ku jo çdo gjë që ne duhet të bëjmë, korrupsioni është bërë apo mënyra gjërave të bëra gabim është bërë normalitet anormalia. Ne duhet i kthejmë gjërat ku çdo qytetar, çdo qytetar i merr gjërat ashtu siç i paguan, ashtu i merr. Domethënë të kthesh gjërat në normalitet është gjëja më e thjeshtë. Mjaft të ndrosh në përshtypjen time është absolute ndrimi kokës. Po duket se kërkon kohë vetë, po gjithsesi ju garantoj unë që mjaft të ndroj koka. Mjaft të ndroj koka sepse është mindset kur thuhet në anglisht. Është mënyrë të menduar. Nëse nuk e kemi thënë në protestën për parlamentin me babukun Peshku qelbet nga koka. Okej, shumë faleminderit zotit Ebelena për bisedën në studio, zonja Koja faleminderit shumë, kënaqësi të kisha në studio. Mirë, bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak me të ftuarin e radhës.